unë do ta marr si një sinjal pozitiv për shtetin e Kosovës, dhe tash Vjosa Osmani është përfaqësuese e shtetit të Kosovës, është dëshmi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të na trajtojnë neve, për aq sa kemi mundësi dhe kapacitete, si partner në nismat e tyre gjeopolitike për ndërtimin e paqes kudo në botë. Dhe fakti që si Shqipëria ashtu edhe Kosova marrin një ftesë të tillë, pavarësisht trazimeve që ka shkaktu ky bor, sepse siç e përmendet edhe ju, do thotë disa prej shteteve kryesore evropiane, Franca, Suedia, Italia refuzojnë të pjesëkim me pretendimin se si tillë ky tenton të rivalizoj Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të krijohet një mekanizëm multilateral që është zëvendësues për këto institucione globale, mirë por realisht OKB-ja dhe ashtu është jo funksionale. Do të nëse në fundit nëse do të ketë paqe atje do të mbaret kryesisht nga vendosmëria dhe iniciativa. Aludimin këtu e kam po. Nga iniciativa dhe përkushtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse jo pse OKB-ja ekziston si një strukturë formale globale. Nga sa e ka dështuar e njëjtën shumë vende të ndryshme të botës, nuk është që shquhet për menaxhim të konflikteve të këtilla. Kemi pasur rastin edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë, dhe në Bosnjë kanë qenë prezente trupat, më të gjë në Bosnjë kanë qenë prezente trupat e UNPROFOR-it, kanë qenë prezente trupat me të mandatuara nga Organizata e Kombeve. Dhe si përfundoi masakra në Srebrenica. Si përfundoi, lufta u ndal vetëm pas intervenimit të komunitetit transatlantik në marrëveshjen e Daytonit. Dhe gjitha paqet, dhe gjitha vendet ku janë ndalur luftat, janë ndalur pikërisht kur iniciativat kanë qenë amerikane. Iniciativat kanë qenë të këtij niveli, jo pse OKB-ja ka qenë garantuese e paqes. Është iluzion që të pritet ajo. Dhe në këtë drejtim Kosova duhet ta marrë si një sinjal pozitiv që ne po vlerësohemi si shtet, si partner gjeopolitik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo gjë është për të përshëndetur, pavarësisht siç i thamë edhe atyre hatërmbetjeve që kemi në linjat kryesore, SBA-t, neve dhe Shqipërinë vazhdojnë të na trajtojnë zona influencë amerikane. Të na trajtojnë si vende besnike ndaj saj me cilën mund t'i ndajnë përpjekjet e përbashkëta në garantimin e paqes në vendet e ndryshme të botës, që është më kryesore dhe që është na shohin si një vend që mund të kontribuojmë në paqe. Kjo është e rëndësishme. Nuk kemi konsumus sigurisë, po vend të cilët japin kontribuos ndërkombëtar të paqes. Ai kontribut do thotë ai angazhimi i Kosovës, sado që të jetë, do thotë se marr parasysh në idenë cila është pesha politike për shtetin e Kosovës ishte e ri për imazhin ton, për mesazhin që çon zyra ovale president Trump, është më rëndësi edhe në raport me Horvatin që ka Serbia, Rusia ta zë, raport me një Ballkan ndryshe. Që shqiptarët do thotë në vlerësimet e në kalkulimet e në analizat geostrategjike, geopolitike të SBA-ve janë një vend të cilët janë një vend të cilët duhet mirën parasysh që të integrohen përpjekjet e Washingtonit edhe me Prishtinën, edhe me Tiranën për të garantuar paqen në zonat të ndryshme të konfliktive, sidomos në një vend të ndjeshëm me një konflikt me pasoja shkatrimtare çfarë e ka pasur. Shkatrimtare në aspektin human e tjera. Kështu që ne do thotë në këtë drejtim nuk jam prej atyre cinikëve, do thotë që tentojnë tash t'jen kritik. T'jen kritik, mirë, po kjo është interes për shtetin e Kosovës. Kjo ftesë është se sa do të ketë sukses ky bord tash është temë tjetër. Konkludime që Kosova ka marrë ftesën nga presidenti Trump për të kontribuar në një proces paqe në botë. Është lexim pozitiv për shtetin. Mesazh që Kosova është shtet. Është lexim pozitiv për shtetin e Kosovës dhe për trajtimin dhe mënyrën se me çfarë sy ende vazhdon të shihet Kosova në diplomacinë amerikane.